Engjëllusha Saliu, vajza këngëtare së njohur Shyrete Beluli, ka emocionuar ndjekësit në rrjetet sociale me një postim të ëmbël për përjetorin e fëmijësës së saj. Në një video të shpërndarë në Insta Story, ajo shihet ka partnerët e saj mërgimi, teksa feston këtë moment të veçantë me butësirëshje dhe dashuri. Gëzuar për vjetorin dashuria ime, ka shkruar Engjëllusha mbi video, ku çifti shfaqen elegant në një ambient të dekoruar, në atmosferën intime dhe plot ndjenje. Fejesa atyre u bënin nga ngjarjet më të komentuara të vitit të kaluar në showbizin shqiptar, dhe tashmë të gjithë janë e priqit të hapit të madh të radhës, do as më shumë pritur mund të zhvillohet këtë vit, dhe fancat mezi presin të shohin Engjëllushën me fustanin e bardhë në altar. Urime çiftit për këtë përjetor të parë, dhe urojmë që dashuria e tyre të kurorëzohet shumë shpejt me martesë. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.